bën gjithçka që t'i dështojnë, do i rikthehemi diellit, prodhimet me energjisë, me panele diellor, dhe absolutisht do t'i instalojmë ato nga jugu në veri, përveç parqeve eolike, përveç parqeve diellore që do të ngrihen, do të licencohen. Çdo qytetar që dëshon do i vendosim, qeveria me bankat, me një fond veçantë do i vendos panelet, çdo sipërmarrës që dëshon do i vendos panelet, në mënyrë që të paguaj për 3 vite qeran, të paguaj për 3 vite tarifën e shpenzimit të energjisë dhe pas 3 vitesh do e ketë falas. Pra ne do synojmë një transformim të madh edhe në fushën e energjisë dhe ne e bëjmë. E thatë bukush e the përmendi këtu. Se harroj kur. Kur kthehesha në vitin 2005 nga jashtë, hyja në Shqipëri, hyja në një botë tërtë. Rrallë e tek mund shihe një dritare, një dritë në kundë. Qytetet me dritat fikura, fshatrat pa drita. Po ajo mori fund ajo kohë, prap ne tani jemi një stat krejt tjetër, ne do ta bëjmë Shqipëri një superfuqi energjetike në rajon duke përdorur burimet e saj. Tashmë jo vetëm ujin, por dhe ajrin dhe diellin dhe ajrin, erën. Inspektoriatet janë ftyra brutale e këtij regjimi hajdutu. Po. E ka ndërtuar në sistem. Një banor në Gjirin e Lalzit bleu 2 motor, ujë. Fitoi diçka verës. Shkoi dhe mori lejet në kapiteneri, dakord. Në kapitenerinë e portit, dakord. Nga kapiteneria shkoi në bashki, u detyrohet marrë leje edhe në bashki, dakord. Nga bashkia mori leje edhe në qark, edhe aty dakord. Në qark i thonë tani do shkosh në ministri. Që të gjitha për rishfete. Që të gjitha sistem rishfetesh. Inspektor Gjobaxhi. Po, ka rrugë shumë të qartë se si parandalohet kjo. E kemi të gatshëm, që ta dini, e kemi 100% të gatshëm projektin, me të cilin nga 45 ditë që inspektoriatet i marrin biznesit përveç rishfeteve, ne do e zbresim 4 herë në 11 ditë. Dhe s'do mund t'i harxojnë ma asnjë orë më shumë, s'do mund t'i paraqiten. Dhe do të ronë të lanë gjurmë në çdo paraqitje në dojet digital. Për çdo kërkesë dhe nuk do mund të bëjnë akuza, nuk do të kërkesa absurde si tu teket për të vjel gjobat. Do të disiplinohen në mënyrë shumë të prerë. Çmimet. Eurostati ka publikuar një studim interesant. Çfarë tregon? Tregon trendin e çmimeve në Shqipëri në vitet 2006-2013 me trendin e çmimeve në Shqipëri në vitet 2018-2024 krahasuar me çmimet në Bashkimin Evropian. Ajo që është interesante, se në ato vite ka trendi i çmimeve në Shqipëri ishte në ulje në krahasuar me trendin e çmimeve në Bashkimin Evropian. Vetëm një arsye, prodhimi dhe vetëm prodhimi. Sepse u mbështet blegtoria, u mbështet bujqësia dhe filluan të profilizohen sipas fushave ku fitonin më shumë.
Myzeqeja e tëra po orientohej drejt serave dhe lobëve. Çfarë ndodhi? Erdhën këta, ata që sillnin plerat kimike dhe inputet tjera bujqësore, 2-3 fishun çmimin. 2-3 fishun çmimin, u rrit çmimi i barit. Nuk e mante do të me lopën ai. Dhe ka ndodhur një therrje masive e lobëve të racë, e timtave, dhe me radhë. Si do arrisim ne? Po absolutisht ne do subvencionojmë për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan të mjellur. Ne nuk kemi shumë tokë, kemi pak, po me një fertilitet të shkëlqyer. Shqipëria është vend i bekur, plot ujëra. Në qoftë se pse u ndërtua hidrocentrali i Banjës? Nuk u ndërtua për energjinë radh parë. Jo, u ndërtua është hidroenergjetik, si kompleks, për vaditje dhe energji. Se energjia i 50 megawatt prodhon. Por ama, në qoftë se investon, vadit të gjithë Myzeqen. Edhe mbi. Është kompleks vaditje në radh parë. Asnjë qindark nuk kanë investuar. Asnjë qindark. Fare. Në asgjë. Kështu që ne do bëjmë gjithçka për rritjen e prodhimit vendas, dhe kjo është rruga drejt normalizimit të çmimeve. Bujqësia është sikundër një industri ne bëjmë gjithçka për rritjen e prodhimit, njëjtë gjë do bëjmë në bujqësi për rritjen e prodhimit. E ke drejt, administrata është një çerdhe. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz që zbatojnë ligjin, po ka patronazhist pastaj që janë fytyra e vërtetë e Edi Ramës. Pse ka një gjë, Bardhyl. Në qoftë se ka një debat tani për korrupsionin shumë. Po ja, është i korruptuar ai apo s'është i korruptuar? Por zotëria, ai po të mos ishte i korruptuar. Si mund të bëj zyrtari pate vilën 57 metra të gjatë, si bëhat ajo? Me obor 8.000 metra, 8.300 metra. Obori. Pra, si mund tjetë një njeri i shkputur totalisht nga jetë nga shoqëria, që shkon dhe blen për oborën e zyrës 5 milion euro instalacionin. Çfarë është ky që i imponon Erjon Velis të firmos djegësin e Tiranës dhe zhdukën 130 milion euro. Prandaj, problemi tij është se ky vetë është i korruptuar dhe ata të tjerët pastaj kur e shohin këtë që han dardha dhe fiq të kalbur, han dhe vetë ata pastaj. Pas shpinës tij, të kalbër të pa kalbur. Pra, zgjidhja është 11 maj. 11 maj, largimi i tij është edhe përgjigja më e mirë ndaj korrupsionit dhe ndaj këtyre gjobave. Tani, lidhur me gjobat, ne kemi një politik, një zotim, për çdo pensionist, për çdo biznes të vogël, për çdo... Ne do të bëjmë një amnisti të madhe me gjobat, Bardhyl. Ky kërkon të amnistoj ilegalin atje ku i kanë Dubai dhe ku i mban atje në Aruba, këta trafikantët, asnjë qindark nuk i amnistojmë ne ata. Ne do amnistojmë të gjitha gjobat e vurna e vendosura me absurditet nga kjo qeveri, veçanërisht rrogultit, pensionistët, biznesi i vogël, gjobat do t'i amnistohen komplet. Kjo është zotimi ynë. Edhe njëherë, ju falenderoj shumë. Pa tjetër.
që se përmenu. Kemi probleme, ne kemi shumë të raca, gjithë që kemi shumë të raca, gjithë mund të bëjmë fotovoltaike. Po ka e problem që ato nuk futën në sistem edhe nuk paguajnë. Ti marrin, ti vjedhën dhe s'paguajnë.